Bota ishte kaq e madhe dhe e frikshme. Ajo ishte mapa shumë të shpejtë dhe në linte të numëronin vitet. Merrnim si të mirëqen arin që thithnin pa menduar asnjëherë se të pavdekshëm sishin. Me fuqi liliputi, por pa fuqi magjike që t'i rezistonte fundit. Jeta është një orëre, thjesht lind dhe vdes me një kapërcin. Papritur një grimkast të zjodhi të na sjell një realitet tjetër. Ditët e para i quaje pushime, kur lajmi për një të paftuar hyri. Mundoheshe që t'i kuptoje emrin, por pa e ditur sepse realiteti i ri kishte kapur frenin. Nuk mendove se rrugëzat kur shkoje në punë do të mungonin. Ato njerëz barbar që ecnin vrullshëm për të kapur semafor jeshil, urban, me ato vështrimet barbare të tyre anë mban. Sot, detyroheshëm ecim rrugës duke patur frikë nga një tjetër si ne. Dhe pse instikti i dorës don t'i japi dorën plot me dashamirësi, por me një tjetër qëllim. Ndesia e dorezës të bardh ngjall instiktin mbrojtës dhe të shfaqet në mendjen tënde miliona lajme rreth këtyre si një film me metrazh të shkurtër. Çantën e shpinës e ke mbushur me maska të çdo lloji, thua se shpirtin do ta shpëtoj. Duket se thënia, shtëpia si hotel nuk del më nga kortat zanore, por është thellë brenda teje si kuti Pandore. Falendero në jeshte gjithçka kishe, shtëpin që shëndetin si kuti Pandore mistike e kishe. Mos u mërzit, mos u dëshpëro, se një ditë do të shëmbojmë të mure daltonik, ku shpresa e vetës tënde do t'japë gjithmonë një përgjigje të fortë që do të thotë veç po. Heqërthulli i gabimeve nuk bën një koezicion, por e le vend vetëm kur korrigjon. Një ditë do të praktisim të famshme balkone ku bën muzikë, ku duar tërki të mjek me ovacione. Aroma e kafes shumë shpejt do të zgjojë instiktin që do të dali nga zëri yt. Ekuilibri njerëzor fitoj. Ekuilibri njerëzor fitoj. Katarsa është nevojë e natyrës. Të bind të mësohesh mendimin që të krijosh nesër një rol më të mirë përpara pasqyrës. Që ti jesh vetvetja. Vetvetja.